Për të 4-tin vit radhazi ka nisur kampi veror Ngjyrat e Qytezës, një aktivitet i kthyer tashmë në traditë për fëmijët e qytetit të Korçës. Për 4 javë me radhë, fëmijët të grupmoshës 7 deri në 13 vjeç do të bëhen pjesë e një programi të pasur me aktivitete edukative, sportive dhe argëtuese, të cilat synojnë zhvillimin e aftësive të tyre dhe nxitjen e krijimtarisë. Unë jam kënaqur shumë këtu. Luaja me shokët dhe shoqet, bëjmë vizatime, luajmë lojra me ujë. Tu kënaqemi shumë, të tërë fëmijët duan të vinë. E kaloj shumë i kohën dhe kam zënë shumë shoqe dhe shokë të reja këtu. Tu bëjmë lojra me ujë dhe vizatojmë dhe aktivitetet të tjera. Kënaqesh shumë tu te kampi? Po, kënaqem shumë. Kjo është hera e parë që unë vi te kampi dhe sot jam kënaqur shumë. Kam kaluar një ditë shumë të bukur. Nuk e mendoja që kampi do zhvillonte kaq shumë gjëra të bukura, lojra me ujë, të pikturonin, të luanin volejboll. Organizatorët theksojnë se kampi synon të nxjisë bashkëpunimin, kreativitetin dhe socializimin e fëmijëve në një mjedis të sigurt dhe argëtues. Ky është një aktivitet që zhvillohet për vitin e 4 radhazi këtu dhe synon që fëmijët të kalojnë një verë cilësore, pra jo vetëm të qëndrojnë larg, si thua, rrjeteve sociale, telefonit e kështu me radhë, por gjithashtu të argëtojnë dhe të mësojnë përmes programit që ne kemi ndërtuar këtu te Qyteza e fëmijëve. Kampi veror Ngjyrat e Qytezës mbetet një hapësirë ku fëmijët jo vetëm argëtohen, por edhe zhvillojnë aftësi të reja dhe krijojnë kujtime që do t'i shoqërojnë gjatë.